Mifail Shkodra dhe 2 djemtë të tij ende të pakapshëm edhe pas 3 muajsh pas vrasjes tragjike në Gjilan. Janë bërë 3 muaj që prej ngjarjes tragjike që tronditi Gjilanin edhe tërë vendin, babe birë Selami dhe Edmond Hasani u qelluan për vdekje më 10 gusht të këtij viti. Për këtë akt të rënd, organet e rendit në kërkim kanë shpallur Mifail Shkodrën dhe 2 djemtë e tij. Ditë më parë, Shkodra është faqur në një videomesazh ku ka folur për ngjarjen dhe ka deklaruar se është i gatshëm të dorëzohet për të vuajtur dënimin, por vetëm kur sipas tij policët e korruptuar të trajtohen. Fillimisht unë kërkoj shumë falje familjarëve të viktimave, u shpreh ngushëllime dhe shumë keqardhje për atë ditë të kapshme. Megjithatë, një javë pas mesazhit të dyshuarit ende nuk janë dorëzuar dhe nuk janë lokalizuar nga policia e Kosovës. Prokuroria ka bërë të ditur se për kapjen e tyre janë ndërmarrë hapa për bashkëpunim ndërkombëtar dhe janë njoftuar të gjitha pikat kufitare. Sipas prokurorit të rastit, Mifail Shkodra ka precedent penal me mbi 30 vepra, përfshirë sulm, prishje të rendit, fajde, mashtrim, kërcënim, shantazh dhe pjesëmarrje në grup kriminal. Rasti i cili vazhdon të shqetësojë publikun dhe tregon sfidat e sigurisë në vend, ndërkohë që familjarët e viktimave presin drejtësi.